Kemi arin tonë, 37.000 euro për kilogram. Kemi vajtur deri në 2 kg e gjysmë. Kjo është vlera rreth 25.000 euro në këtë. Nusja na ka shërber kurdoherë, unë po mundojmë të shërbej dhe nusës. Ne ndodhemi në zonën 950 metra mbi liçenin e Pogradecit, në zonën Saselisht, ku unë me familjen time kemi kultivuar bimën e shafranit, këtu e 13 ditë përpara. Ideja midis shumë miqve që kishim, na thanë që interesi është i madh dhe është bimë tepër kuruse. Dhe kjo ishte ideja e parë që e nisëm dhe vazhduam për këtë. Me familjen time, ja kam arritur qëllimit që kemi nxjerrë edhe cilësinë edhe prodhimin të kësaj. Sezoni fillon në 2 javë tetor dhe mbaron prap 2 javë nëntor. 1 muaj, tamam, me fillim e mbarim. Procedurën tani e mësuam dhe kemi më të lehtë, por fillimi ishte shumë i vështirë. Dhe me vajzat bashkë komplet biznes familjar, se po të kalojmë jashtë familjes, na bie edhe cilësia, jo se kemi patur probleme për të shtuar, ne na bëhet qefi që edhe Pogradectarët, edhe gjithë Shqipëria tokë le të vazhdoj për të prodhuar shafran, se na rritet vlera edhe neve, po e vërteta është që ka punë, ka dhe fitim. Momentalisht ne jemi 37 euro për gram për anë, ose 37.000 euro për kilogram. Sasia e parë që ka dalë te neve ka qenë rreth 800 gram. Kemi vajtur deri në 2 kg e gjysmë, edhe në 3. Si vitimi më dobët 1.800. Më thonë, po kemi cilësinë më të mirë dhe për shafranin ne kemi 7 dylymë. Pretendojmë që ta shtojmë edhe pak më shumë, ta shtojmë deri në 9 dylymë. Shafrani është një bimë që lulëzon në kundërshtim me bimët e tjera, del në vjeshtë, lulëzon gjithë dimrit dhe në pranverë bie në gjumë. Lulja ka një gjatësi nga dalja deri në 24 orë që vazhdon, nga dalja e lules deri në mbledhje. Se pasaj fillon dhe ku ka vlerën më të madhe të asaj. Kemi prodhimin tonë, arin tonë. Kjo është gjithë prodhimin tonë që kemi punuar familjarisht për këtë. Dhe këtu janë rreth 600 gram shafran. Për këtë do mundohem që nusja na ka shërber kurdoherë, unë po mundohem të shërbej dhe nusës. Ky është pistili vlera e shafranit. Këtu janë ato gjithë prodhimi që kemi bërë ne. Gjatë një dite, një njeri duhet përdori deri në 0,2 gram për njeri. E mira është në ujë, ta shërbejnë me vlera. Edhe në ushqim në gjërat e ngrohta mund të shërbehet, por në gjërat e ftohta në ujë është akoma me vlerat ushqyese më të mëdha. Në ujë të ftohtë liret 24 orë dhe konsumohet duke pirë. 1 gram shafran është i ashtu deri në 7 deri në 10 litra ujë për që të ketë vlerën. Dhe konsumohet siç pim ujë zakonisht. Kjo është vlera rreth 25.000 euro në këtë. Kemi dhe prodhimin tjetër, po për momentin kjo është. Klientët tonë ne kemi në diasporë dhe në Shqipëri. Kemi më shumë klientë se sa kemi prodhim për momentin. Shpresojmë që ti mbajmë të gjithë, po i mbajmë nga pak, nuk po japim të gjithë sasinë që po na kërkojnë. Unë kam Francën, Bordeaux, Gjermaninë, Australinë, Amerikën dhe Zvicrën kryesisht. Në zonën ku ka shqiptarë më shumë, marrin dhe shafranin tonë. Shafrani është që në sëmundja kanceroze, prap dhe në zorën e trash, ka bërë një mrekulli. Sistemin nervor dhe sistemin imunitar. Baza kryesore është te sistemi imunitar shafrani. Kush merr shafranin ka dhe jetë gjatësinë më të gjatë. Duke mos abuzuar me gjëra të tjera, se shafrani është një ndër mrekullitë, por nuk mund të jetë mrekullia e çdo gjë. Nëse çdo njeri ka vullnet dhe pjesën e tokës që të jetë tokë e virgjër, të paktën të ketë mbi 25 vjet pa u mbjell, plera kimik absolutisht jo, dhe plera organik. Toka tjetë e virgjër siç ka qenë, që të japi cilësinë. Nëse ka mundësi për çdo, unë mund ta ndihmoj dhe me farë për t'i dhënë. Nga disa miqtë e mi që më kanë shoqëruar dhe më kanë dhënë për të marrë farën në Iran.
nga miku im Sokol Krasniqi, që sot ndodhet në Durrës. Ai ka qenë njeriu që më ka ndihmuar jashtëzakonisht për këtë punë. Kjo jo vetëm në Iran, por në gjithë botën është bima mbreti i të gjithave, po Irani ka traditën më të lashtë që ka mbyll dhe e nxjerr me cilësinë më të lartë, pa i dhënë plera organik ose kimik. Prandaj dhe ka mbetur vendi i parë në botë. Ja. Shpresojmë që të mbetemi edhe ne këtu në Saselisht dhe miqtë tonë që të ta mbjellin në Shqipëri ose në diasporë kudo. Vlera e shafranit tim është baza e parë është toka që ka qenë, lartësia, po mbi të gjitha toka dhe ka qenë toka pa punuar, pa berë. Këtu jam në tokën e stërgjyshve të mi. Dhe sot po mundohem që edhe unë t'i respektoj siç na kanë nxjerrë ata më dritë deri tani, edhe unë jam krenar për këtë punë që po bëj. Ne kryesisht kemi punuar me familjarët tonë, me motrat, niprit, mbesat, vajzat e mia. Dhe mbi të gjitha puna tonë ka qenë që ne kemi punuar pa rogë, vetëm me pushime turistike, me udhëtime turistike që jemi munduar që i kemi krijuar nëpërmjet familjes. Unë u lutem të gjithëve ta fillojnë këtë punë se ka rezultat. Ka dhe fitim, mbi të gjitha ndihmojmë dhe njerëzit e tjerë që e marrin për të patur një jetë më të mirë dhe më të shëndetshme. Gratë me punë, me vullnet, ja të dalësh në jetë, të punosh, të bësh. Unë jam Irena Sallari. Nga qyteti Pogradecit, Iliri Sallari, kultivuesi shafranit, shafran Pogradeci, në Saselisht.